Tifozët e futbollit dhe qytetarët e Vlorës do të mund të shikojnë ndeshjet e botrorit këtë vit në ekranin gjigant të vendosur në qendër të qytetit, në sheshin e Flamurit, në një fan zonë që është inauguruar pas ditën e Teintes me çeljen e Kupës së Botës në futboll dhe që do të jetë në dispozicion deri më 19 korrik për të gjithë ndjekësit e futbollit dhe jo vetëm. Këtë vit ka marrë një emër shumë domethënës, Kampi i Flamurtarit, ndërsa për herë të parë zhvillohet me këto përmasa në sheshin e Flamurit. Në ceremoninë hapëse të kampionatit botror të futbollit, në fanzon ishin të pranishëm tifozë, qytetarë të Vlorës, por edhe autoritetet të larta, si dhe njerëz të sportit, mes tyre kryetarja e Bashkisë Brunilda Mersini, deputeti i Vlorës Bledi Çuçi, presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi dhe drejtuesja e klubit shumë sportësh Flamurtari Elona Hasanaj. Gjatë ditëve në vijim, të gjithë do të takohen në fanzon në sheshin e Flamurit, gjatë gjithë këtij kampionati botror, i cili do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik, duke nisur nga 11 qershori e për të përfunduar në 19 korrik. Inaugurimi i fanzonës është cilësuar si një moment i rëndësishëm, ndërsa u ndërthur edhe me performanca artistike të fëmijëve, përgjithsisht atyre që merren me sport dhe art. Të gjithë kanë shijuar një mbrëmje të veçantë në ditën e çeljes së kampionatit botror të futbollit në sheshin e Flamurit, aty ku është vendosur edhe ekrani gjigant, ku do të ndiqen ndeshjet e kampionatit botror. Kampi i Flamurtarit do të mbledh të gjithë sportdashësit, por jo vetëm, ndërsa në ditën e parë të hapjes së fanzonës u vure një pjesëmarrje konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës tifozëve, por edhe të shtetasve të huaj. Kupa e botës përbëhet nga 12 grupe, duke zyrtarizuar kështu rrugëtimin e 48 përfaqësueseve drejt trofeut më të rëndësishëm në futbollin botror. Ky edicion shënon një moment historik për kompeticionin, pasi për herë të parë numri i skuadrave pjesëmarrëse është zgjeruar ndjeshëm, duke rritur konkurrencën dhe interesin global. Një element i veçantë i këtij botrori është përfshirja e skuadrave që kanë ardhur nga faza play-off, duke kompletuar tablon përfundimtare të pjesëmarrësve. Këto përfaqësuese sjellin histori të ndryshme dhe ambicie të mëdha, duke shtuar edhe më shumë parashikueshmërinë në këtë edicion të zgjeruar. Nga ana tjetër, mungesa e disa emrave të mëdhenj të futbollit ndërkombëtar ka tërhequr vëmendjen, duke dëshmuar se gara për kualifikim u bë gjithmonë edhe më e ashpër. Kjo gjë pritet të reflektohet edhe në nivelin e lartë të konkurrencës gjatë këtij turneu. Tashmë ka filluar gjithçka prej pasdites dhe mbrëmjes së 11 qershorit, ndërsa në të gjithë botën është ndezur entuziazmi i tifozëve, ashtu si kundër edhe në Vlorë, e cila ka një tifozëri të zjarrt me skuadrat e kampionatit botror. Në fanzonën e ngritur në sheshin e Flamurit, qytetarët mund të ndjekin këtë kompeticion të rëndësishëm, ndërsa tashmë sinjalet e para janë dhënë për një spektakël futbolli që pritet të jetë ndër më të mëdhenjt dhe më të paparashikueshmit në histori. I madhi Diego Armando Maradona që si do të luajë ndër skapit e minorën 12.